Në shtëpinë e Big Brother Kosova, marrëdhëniet midis banorëve janë gjithmonë të ndërlikuara dhe shpesh herë të papritura. Momente si këto që po përjetojnë Eliona dhe Klodi tregojnë se sa e komplikuar mund të bëhet një lidhje kur emocionet, keqkuptimet dhe ndërhyrjet e të tjerëve përzihen në një ambient ku çdo gjë është nën vëzhgimin e kamerave dhe publikut. Situata ka nisur nga një diskutim i thjeshtë, por që ka marrë dimensione më të mëdha sepse përfshin ndjenja të thella dhe besim të dhënë pa rezervë. Klodi, në një moment reflektimi, pranoi se kishte pasur diçka jashtë shtëpisë, unë ai kam thënë se kam pas një tjetër jashtë. Por Eliona, e cila deri në atë moment kishte besuar Klodin, ndjeu një tronditje të madhe. Për të, kjo ishte si një thik pas shpine. Një moment i qetë dhe i sigurt që kishte besuar gjithmonë se marrëdhënia e tyre ishte e sinqertë, u bë papritur një vrim e thellë. Ajo filloi të ndjej dhimbje dhe zhgënjim, nuk më ka thënë. Më ka gënjur dhe unë kam besuar. Këto fjalë nuk ishin thjesht reagimi një personi të zhgënjur, ishin manifestimi besimit të shkelur, i ndjenjes së tradhtisë emocionale. Lotët e saj filluan të rridhnin dhe emocionet u bën të pamundura për t'u kontrolluar. Por kjo nuk ishte vetëm çështje e Klodit ose e së kaluarës së tij jashtë shtëpisë. Përplasja ishte shumë më e gjerë dhe u përforcua nga xhelozia e Benitës, e cila, për shkak të ndjesive të saj dhe për kushtimit të saj ndaj marrëdhënies me Klodin, ndikoi indirekt që Eliona të ndjente dhimbje dhe pasiguri. Eliona nuk e pranoi lehtë këtë realitet. Lotët e saj nuk ishin vetëm për tradhtinë e supozuar, por edhe për sensin e trishtimit që lind nga mashtrimi dhe keqkuptimi. Ajo ndjej e tradhtuar, e manipuluar dhe në një farë mënyre e vetmuar në shtëpinë ku çdo gjë shihej nga të gjithë. Në një ambient kaq të hapur dhe të ekspozuar, ndjenjat bëhen shumë më të ndjeshme dhe çdo gjest ka peshë të madhe. Klodi, nga ana tjetër, u përpoq të shpjegonte veten. Ai pranoi se kishte bërë disa gabime dhe se situata ishte përkeqësuar nga interpretime të gabuara. Kam gabuar, po këto nuk i fal më. Ma ka prishur imazhin. Ju pyetni, dini, unë një person nuk e kam manipuluar një muaj e gjysmë. Pjesa e buzëkuqit është hajgare. Mua më pengon fakti që më thua, ke qenë i sinqert, dhe pastaj ma bën mas krahas. Unë kam bërë disa gabime, po këto nuk i fal. Këto fjalë tregojnë kompleksitetin e situatës. Klodi nuk po përpiqej të shpëtonte veten nga përgjegjësia, ai po shpjegonte ndjenjat e tij të përzira. Ai pranon se ka bërë gabime, por gjithashtu ndjen një peshë të padrejtë nga akuzat e forta që po i drejtohen. Për të, situata nuk është vetëm një problem personal, por edhe një sfidë për imazhin e tij, reputacionin dhe mënyrën se si publiku dhe banorët e tjerë e perceptojnë atë. Nga ana tjetër, Eliona, duke qartë dhe duke u ndjerë e tradhtuar, është një shembull i qartë se emocionet në Big Brother Kosova nuk mund të mbahen gjithmonë nën kontroll. Ajo ndjeu një kombinim të ndjenjes së dhimbjes, xhelozisë dhe pasigurisë që shpesh vjen kur besimi thyet. Lotët e saj nuk ishin vetëm për faktin se Klodi kishte një të kaluar, por sepse ajo ndjej se nuk kishte qenë e qartë ose e sinqertë ndaj saj në mënyrën që ajo e meritonte. Situata u përkeqësua edhe më shumë nga ndërhyrjet e të tjerëve. Vajzat e shtëpisë, të ndikuara nga xhelozia ose perceptimet e tyre, e shtyn Elionën drejt emocioneve më të forta. Ky kombinim ndikimesh të jashtme dhe tensionesh të brendshme bëri që çdo fjalë e Klodit të interpretohej me rëndësi të dyfishtë, duke e vënë atë në pozitë të vështirë, por në thelb, kjo situatë tregon diçka që shpesh harrohet jashtë shtëpisë, sa komplekse dhe të ndërlikuara janë marrëdhëniet njerëzore kur janë nën vëzhgim të vazhdueshëm. Një gabim i vogël mund të marrë dimensione të mëdha, çdo fjalë mund të keqinterpretohet dhe çdo ndjenjë mund të përkeqësohet nga reagimet e të tjerëve. Klodi, duke reflektuar mbi situatën, pranon se ka bërë disa gabime dhe se nuk ka qenë perfekt. Por ai gjithashtu dëshiron të qartësoj se ndjenjat e tij janë të sinqerta dhe se manipulimi ose tradhtia nuk ishte kurrë qëllimi i tij. Ai është i ndërgjegjshëm për pasojat e veprimeve të tij, për dhimbjen që ka shkaktuar dhe për reputacionin që është goditur. Eliona, nga ana tjetër, duhet të përballet me kombinimin e dhimbjes, xhelozisë dhe besimit të tradhtuar. Lotët e saj janë simboli i pasigurisë që shpesh lind kur dikush që ke besuar nuk i tregon të gjitha të vërtetat menjëherë. Por gjithashtu janë shprehje e një sensibiliteti të pastër, i cili nuk mund të fshihet në një ambient kaq të hapur dhe të tensionuar si Big Brother. Situata midis tyre është gjithashtu një shembull i si ndikojnë ndjenjat e të tjerëve brenda shtëpisë.
Xhelozia, ndërhyrjet e paqëllimshme dhe komentet e vogla mund të ndryshojnë komplet perceptimin e një situate dhe të shkaktojnë keqkuptime që nuk do të ekzistonin në kushte normale. Në këtë pikë, marrëdhënia midis Elionës dhe Claude-it nuk është thjesht për atë që ndodh mes tyre. Ajo është një reflektim i kompleksitetit të natyrës njerëzore, i mënyrës se si besimi, tradhtia, gabimet dhe ndjenjat e fshehta ndërthuren me perceptimet dhe reagimet e të tjerëve. Është një demonstrim i asaj se si emocionet nuk mund të kontrollohen gjithmonë, dhe si komunikimi dhe sinqeriteti janë thelbësor për të ruajtur harmoninë. Në fund, situata tregon se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjike, por një studim i detajuar i emocioneve dhe marrëdhënieve njerëzore. Një moment i vetëm, një gabim ose një keqkuptim mund të trondisë gjithë shtëpinë dhe të shkaktojë situata dramatike. Për Claude-in dhe Elionën, ky është një moment reflektimi, një mësim mbi besimin, sinqeritetin dhe menaxhimin e emocioneve, dhe një provë e vështirë e ndjenjave të tyre dhe aftësisë për të komunikuar në mënyrë të qartë, edhe kur gjithçka rreth tyre duket e trazuar.